Surja El Gjin, Mekase, 28 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Thuaj, o Muhammed, mua më është shpallur se disa prej gjindeve kanë dëgjuar Kuranin dhe kanë thënë: me të vërtet kemi dëgjuar një Kuran të mrekullueshëm, i cili udhëzon në rrugën e drejtë dhe kemi besuar në të. Prandaj, kurse si më nuk do t'i shoqërojmë askënd Zotit ton në adhurim. Qoftë lartësuar madhëria e Zotit ton. Ai nuk ka zgjedhur as bashkëshorte, as birë. Por disa të marrë nga ne flisnin gënjeshtra për Allahun, kurse ne mendonim se as njerëzit, as gjindet nuk flasin gënjeshtra për Allahun. Në të vërtet, ka pasur njerëz që kërkonin mbrojtje nga gjindet, por kjo vetëm sa i çoi më tej në gabime. Edhe ata mendonin si shmendonit ju, se Allahu nuk do të ringjallte askënd. Ne jemi ata që kemi synuar qiellin, por kemi hasur në plotëroje të forta, engjëj të fuqishëm dhe shigjeta të zjarta, meteor. Dhe uleshim rreth tij në përvende të përshtatshme për të dëgjuar diçka, por ai që përgjon tani do të has në shigjeta të zjarta, meteor, në prit. Ne nuk e dim nëse me këto roja të qiellit është synuar e keqja, zbritja e dënimit për ata që janë në tokë, apo Zoti i tyre kërkon t'i udhëzoj në rrugë të drejtë. E midis nesh ka të mirë, por ka edhe që nuk janë të mirë. Jemi ndarë në grupime të ndryshme. Ne e dim se nuk mund t'i shpëtojmë Allahut në tokë dhe nuk mund t'i shmangemi atij duke ikur në qiell. Po sa dëgjuam udhëzimin, Kuranin, ne besuam në të. E kush beson në Zotin e vet, nuk ka përse të friksohet se mos dëmtohet, as se mos i bëhet pa drejtësi. Ka prej nesh që janë musliman, por ka edhe të atill që janë jo besimtar. Kush ka përqafuar Islamin, ka zgjedhur rrugën e drejtë, kurse jo besimtarët do të jenë lëndë djegëse të xhehenemit. Sikur të qëndronin banorët e Mekës në rrugën e vërtet, ne do t'u jepnim ujë të bollshëm për t'i vënë ata me këtë në sprov. Por çdo që largohet nga këshillat e Zotit të tij, ai do ta hedhë në një dënim të ashpër. Xhamit janë kushtuar vetëm Allahut, prandaj mos ju lutni askujt krahas Allahut. Kur robi i Allahut, Muhamedi, u ngrit t'i lutej atij, ata gjindet u tubuan rreth tij si shtëllung. Thuaj, o Muhammed, unë i lutem vetëm Zotit tim dhe nuk i shoqëroj atij askënd në adhurim. Thuaj, unë nuk mundem t'ju largoj ndonjë dëm e as t'ju sjell ndonjë dobi. Thuaj, edhe mua, askush nuk mund të më mbroj nga dënimi i Allahut dhe nuk mund të gjej strehim tjetër kund përveç se tek ai. Unë kam për detyrë veç t'ju përcjell atë që më vjen nga Allahu dhe mesazhet e tij. Çdo që s'dëgjon Allahun dhe të dërguarin e tij, e pret zjarri i xhehenemit, në të cilin do të mbetet për gjithmonë. Kur ata të shohin atë që u është premtuar,
do ta dinë se kush është më i dobët dhe më i pakt në numër. Thuaj, o Muhammed, unë nuk e di a është afër ajo që ju është premtuar, apo Zoti im do ta vonoj. Vetëm ai e di të padukshmen dhe nuk ja zbulon atë askujt, përveç të dërguarve që ka zgjedhur. Para dhe pas tyre, ai vë mbi këqyrës engjëj, në mënyrë që ta di nëse i përcjellin mesazhet e Zotit të tyre. Ai përfshin me dijen e vet gjithçka që ata kanë dhe çdo gjë e ka llogaritur imtësisht.